të historisë kombëtare. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Urime festa së pari. Urime juve dhe gjithë audiencës së televizionit Dugagjinë dhe gjithë shqiptarëve kudo që gjenden, urime festa e 28 nëntorit, ditës kombëtare apo flamurit kombëtar, po ashtu edhe ditës shumë të rëndësishme, ditëlindjes së komandantit legjendar dhe paraqitjes së ushtrisë trimtare në skelën e vet të drejtë historike. Po, para se të vazhdojmë me bisedën me zotrin Mohadri, do të lidhemi tashmë për të marrë vesh cilat janë organizimet sa i përket kësaj date në luginën e Preshevës. Kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarin Hasan Hasani. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje edhe për juve në studio, për profesorin Nderu. Faleminderit shumë. Faktikisht, cilat janë organizimet që janë bërë nga institucionet edhe nga përfaqësuesit shqiptar në luginë të Preshevës, sa i përket shënimit të 28 nëntorit? Të drejtën, 28 nëntori çdo vit në luginë shënohet me aktivitete madhështore, edhe këtë vit e bën veçantë këtë fest edhe ndihma e Ministrisë Turizmit, Sportit dhe Kulturës të Republikës Shqipërisë, e cila përmes ambasadës në Shqipëri në koordinim me Këshillin Kombëtar Shqiptar kanë shpallë festën e nëntorit veç Shqip me moton, ku në këtë periudhë 10 ditore ka pasur një sër aktivitetesh kulturore duke përfshirë koncerte të ndryshme nga gjitha trojet, pastaj tryeza, trumbullakta edhe shumë aktivitete të tjera, duke prekur në theks veçantë edhe me dvegjen e harruar, por edhe shqiptarët në Novi Pazar, që për herë të parë edhe që festa e 28 nëntorit shënohet me iniciativën e institucioneve nga lugina, që është një akt për të përshëndetur dhe shpresoj që kjo nismë dhe kjo iniciativë e shtetit shqiptar të vazhdoj edhe për aktivitetet tjera, jo vetëm për 28 nëntor. Por gjithsesi, kjo fest në lugin në fakt nuk është vetëm fest, sepse më shumë është plak që rraf, është një kujtim që djeg, por dhe një amanet që thret. Sepse na kthen buzë e lirisë që ende nuk po e prekim, por që në fakt e mbajnë gjallë me betimet e dëshmorëve. Në lugin, flamuri Kuqëzin nuk valon vetëm si simbol festimi, por edhe si prit e trojeve që ende kërkojnë drejtësi, prit që kërkon mbështetje institucionale nga dy shtetet shqiptare, sepse unë shpeshherë në deklarimet mia them se lugina si duket ka një nën dhe baba, pavarësisht cila është ajo Shqipëria dhe Kosova, po shpeshherë nuk kemi një qasje të drejtë për drejtë, megjithatë ka një shpresë që viteve të fundit si qeveria Kosovës, por edhe Shqipërisë me seriozitet po trajtojnë çështjen e shqiptarëve në luginë Preshevës, por gjithsesi përderisa lugina vazhdon të mbetet jashtë trojeve shqiptare, është një plagë e madhe, sepse po të festosh në lugin, shpesh unë e them që një flamur i ngritur në këtë ditë është një akt guximi, sepse e dim që qeveria e Serbisë gjithmonë përndjek shqiptarët edhe në këtë festë, duke quar lënë gjykatë dhe më pas duke u mohuar e drejta atyre, sepse shpesh ne e themi një ndër aktet më të dhimbshme është që sot shqiptari vritet me laps në lugin, fshirja e vendbanimeve, në një farë mënyrë fshirja e identitetit, sepse më pas nuk ke drejta tuat qasje qoftë në pronë, qoftë edhe qytetës në vendin ku e lindur dhe e rritur, në një troj cili takon dhe të ka takuar gjithmonë shqiptarisë. Po, faktikisht, çka potencove një gjë që s'ka ndodhur më parë, ishte që në këtë vit shënohet 28 nëntori edhe në Novi Pazar. Po, ka pasur aktivitete nga kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Enkel Rexhepi, i cili ka marrë iniciativë që edhe shqiptarët e Novi Pazarit i përfshihen në këto aktivitete, që them drejtën është ngjallur ajo shpresa e shqiptarisë në këtë pjesë, sepse shumë kush ka menduar që nuk ka shqiptar në Novi Pazar, po në fakt ka të tillë që me fanatizëm me ruajnë identitetin e tyre, gjuhën dhe trashëgimin dhe historinë,
e që në fakt na bën krenar jo vetëm neve, por na motivon edhe më shumë që ne të luftojmë çdo ditë për drejtën tonë për flamurin kuqezi, po ashtu edhe Medvegja si një pjesë e rajonit e cila pothuajse shpeshherë harrohet për shkak të shpërngulljeve në dekadet e fundit, shpërngulljeve masive, kur kemi parasysh që tashmë numri vogël i banorëve është atje, por gjithsesi aktivitetet e tilla them ngjallin shpresën, rikthejnë memorien e çdo shqiptari që këto troje dhe këto vende nuk duhet harruar e lëshuar kur dhe asesi pavarësisht presionit, torturët që mund ndodhin, megjithatë kjo pjesë periferike e trojeve shqiptare është bërë edhe se një mur i mbrojtës mund të konsiderohet i gjithë trojeve shqiptare, sepse vetëm shqiptarët në Lugin dhe në këtë pjesë ende përballen me një regjim të tillë, cilën më herët shqiptarët në Kosovë kanë përjetuar, por që Lugina në fakt, kështu thot historia, se duhet të ndrojë edhe më tej stoikisht në mbrojtjen e vlerave traditës dhe trojeve të tyre. Krejt në fond, këto festime në Novi Pazar, përfshirja e shqiptarëve të Novi Pazarit faktikisht në shënim të datës 28 nëntorit, ndodh në Novi Pazar apo ata janë të përfshirë në festime që realizohen në Lugin të Preshevës? Pak ka pasur aktivitet në Novi Pazar, ashtu siç ka pasur aktivitet kulturor ka pasur që është diskutuar për gjuhën, historinë, traditën, gjithashtu edhe në Medved ka pasur aktivitet tillë, diskutime për aktivitete kulturore, cilat them vlen për të përshëndetur kjo iniciativë e Këshillit Kombëtar Shqiptar, e cila falë dhe mbështetje të Ministrisë Kulturës, Turizmit dhe Sportit të Republikës Shqipërisë, këtë vit se ka bërë dhe më madhështor këtë festë dhe mbetemi me shpresë që institucionet që në Shqipëri dhe në Kosovë vazhdojnë me përkrajtje të tilla që shqiptarët të shënojnë festat e tyre gjithmonë, po them, pavarësisht asaj mbrengës dhe barikadës që kanë për një festë si duhet të jetë madhështore, por ne gjithsesi secili Lugin këtë festë e përjetojnë me emocion të veçantë. Themi drejtëm, pavarësisht se çfarë mundon të ardhmen, kjo nuk mund të na step që këtë festë ta shënojmë si shqiptar dinjitetshëm në trojën tonë. I nderuar, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe juve, urime festa e flamurit gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë, urime edhe juve. Zotri Muhadri, që më duke folur, faktikisht her pas here kemi edhe lidhje të tilla e kuptueshme, por të flasim faktikisht sa jemi ne si popull të lidhur me historinë, sa e dim historinë e vendit edhe sa punohet që gjeneratat e reja të kombit shqiptar ta dinë historinë e tij faktikisht. Po. Pyetja sua sa e njohëm dhe sa i dim vlerat historisë, trashëgimin tonë historike, do të në radhë parë që jo këtë thuhet historia është mësuese e jetës. Pra, historia duke mësuar të kaluarën, e kupton të tashmen dhe me shumë argumente e projekton të ardhmen. Kësaj, historia domosdo duhet mësuar dhe duhet akceptohen të gjitha vlerat historike, sepse duke akceptuar dhe duke mësuar këto vlerat historike, ne posë e mësojmë të kaluarën, ne jemi në gjendje ta projektojmë edhe të ardhmen. E duke mësuar këtë histori, ne do të shohim që perspektiva apo historia e shqiptarëve ka rrugtime të veta historike, të cilët kanë në rrethana specifike kanë bërë që të dallohen. Edhe në këtë rast, ne, duke mësuar histori, ne edhe vlerësojmë jo vetëm figurat dhe personalitetet historike të asaj kohe, por edhe mësojmë edhe mesazhet që është marrë nga ajo kohë dhe nga ajo periudhë. Duhet të thënë që këto mesazhe historike, të cilat i ka dhënë elita shqiptare në përkohë, në rrugtimet e veta historike, janë ideologji të një kombi të unisuar. Dhe këtë ideologji për një komb të unisuar e kemi trasuar që në kohën e Skënderbevit. Po e marrëm si referencë, sepse janë pikat shumë referente këto, që referencat historike mbi të cilën ndërtohet e ardhmja. Duke e kuptuar epokën e Skënderbevit, ne e kuptojmë që populli shqiptar ishte një, ishte i unisuar.
sepse ishte bashkuar me Kuvendin e Lezhës vitin 1444, pra është bërë bashkimi gjithë princave shqiptar, i gjithë hapësirës shqiptare ku flitej shqip. Nuk ishte ftesa nga Skënderbeu për princa tjerë. Po ashtu, kjo pse ishim bashk, sepse kemi formuar bashk. Kemi formuar bashk në kuptimin e një etnie të përbashkët ku është folë gjua shqipe dhe ku është në tokë arbrore apo shqiptare. Pastaj, edhe në rrjedhët e veta historike, në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, përsëri ajo elita jonë kombëtare, ai përfaqësim elitar ose ai përfaqësim ekonomik, përfaqësim individual, kulmonte që populli shqiptar është një, ka një histori, një kop, një gjumë. Edhe se i tillë duhet të rrugtoj edhe të përballoj sfidat e veta historike për të cilat kalonte edhe mjaft vështirë. Pra ishte fjala për konferencë për lidhjen shqiptare të Prizrenit, e cila linde 3 ditë para se të mbajë konferenca e Berlinit, të cila ishte mjaft fatale për çështën shqiptare, por duhet të thënë që elita kombëtare shqiptare ishte e unisuar edhe frymonte me idenë se ku flitet gjua shqipe është populli, është kombi, është territori i vet etnik dhe historik, dhe gjithmonë duke argumentuar të drejtën historike mbi një trashëgimi e cila është lënë nga parashi. Po sa na përcjell tash historia Tani ishëm bashkë dekretin në vitin 1913, po themi, kur përfundon konferenca e Londrës, kur e formon Shqipërinë e sotshme, themi Shqipërinë e sotshme që është shteti ynë kombëtar, Shqipërinë politike, administrative, dhe deri në korrekt të vitit 1913, gjitha ideologjia, gjitha përpjekje dhe atëherë pra populli shqiptar ka qenë i bashkuar, i përbashkët. Vetëm vitin 1913 ka bërë që të ndahet populli shqiptar në kuptimin administrativ, po edhe politik, sepse vendimet e konferencës së Londrës vërtet ishin fatkeqësi e një realiteti të dëshmuar nga fuqitë e mëdha të asaj kohe, duke pamundsuar jo kompozitën të bëjnë një kompozit përbashkët të kombit shqiptar, po duke dëmtuar tej mase, duke lënë 2/3 e territorit jashtë kufirëve, duke lënë 2/3 e popullsisë jashtë përbërës shtetërore të shtetit shqiptar, dhe vërtet këto ishin vendime shumë të rënda. Pra, del vitin 1913, e gjithë populli shqiptar ka formuar bashkë për një shtet dhe për një kënd përbashkët edhe për një histori të përbashkët. Nga vitin 1913, e qartë, rrjedhat historike kanë bërë të tillë që Kosova edhe një pjesë e Maqedonisë të jetë e tillë sigurisht që ishte deri në një kohë, dhe kjo histori na ka mundsuar, duke njohur këtë histori që thamë që ishte bashkë deri tani, kjo histori duhet mësohet sot edhe të nxënësit, edhe të rinjia, por edhe tjetër dhe edukimi i përgjithshëm shoqëror, për faktin sepse trashëgimin që e kanë lënë, që se nuk është një histori e lartë. Vitin 1913 nuk është shumë i largët. Dhe nëse themi që vitin 1913 Hasan Prishtina, Isa Buletini, Ismail Qemal Bevlora e shumë intelektual të tjerë, edhe me luftë, edhe me ide proklamuar dhe e dinin që populli shqiptar e ka drejtën e vet historike në trojet e veta stërgjëshore nga antikiteti dhe nga një formimet e shoqërisë njerëzore, domosdo kjo histori e shtron edhe projekcionet e veta që kombi shqiptar duhet ta ndjej veten si një kënd përbashkët, pavarësisht që sot kemi situata të tilla në terren, situata politike, por projekcionet kombëtare janë të tilla që kombi shqiptar duhet të gjejë formulet e veta të mundshme politike, administrative, që në një farë forme edhe në konteste sotshme politikës evropiane të ecë ka një unisim ose nga politikat përbashkëta kombëtare. Po faktikisht gjithë kjo histori të cilën e përmblodhe, por edhe e data të tjera, edhe e periuda të rëndësishme të faktikisht të shtet ndërtimi, shtet formimit të vendeve shqiptare, por edhe e lidhjes kombëtare, sa janë faktikisht të që mbahen gjallë edhe që njihen nga gjeneratat e reja. Sa jepet rëndësi historisë së kombit ditën e sotme që të përcillet tek gjeneratat e reja? Unë mendoj që shtetet, institucionet, shoqatat, individet e ndryshme në Shqipërinë, Kosovë dhe në Maqedoni, ku ka troje, ku ka shqiptar dhe ku veprohet, ku ka mendim të lirë, ku shprehet, ku është në gjendje të shprehet mendim i lirë,
unë mendoj si historian që vlerat historike janë të njohura dhe të afirmuara dhe është përpjekje që kjo histori sa më shumë të mësohet dhe kjo histori po i bën gjithë shqiptar kudo që janë krenar. Po sa arrihet të mësohet, apo arrihet faktikisht që të mësohet dhe të ruhet kjo histori? Po, unë mendoj që prapë them, nëse mendohet në Kosovë e Shqipëri, nuk ka asnjë pengesë që kjo të mësohet në formën e vetë më të mundshme të mirë. A ka interesim? A ka interesim? E tani, historia duhet të jetë ideologji, nuk duhet të jetë mësim ditor. Historia duhet të jetë ideologji. Institucionet duhet, apo institucionet arsimore, shkencore, por edhe politike duhet ta kenë të qartë që shtetet të udhëheqen nga ideologjitë e proklamura, dhe të parashtruara. Dhe kësaj unë mendoj që te ne historia duhet të jetë ideologji, historia në kuptimin e vet edhe politik, edhe si e drejt historike, unë mendoj që duhet të jetë një ideologji, e cila ideologji duhet harpëroj me kohën, apo duhet të jetë projekcione se ardhshme. Kur them ideologji, unë mendoj që e qartë që vetëm përkombi është në mundësi bashkëpunimi maksimal, ai rezulton fuqishëm. Vetëm kur është në mundësitë e veta maksimale të funksionimit. Për ndryshe tani sa është interesimi. Unë prapë them, historia duhet të jetë ideologji, sot dinamikat e kohës, aspektet ekonomike, inteligencë, sociale, inteligjenca ka mundësuar që nga disa veprimtari edukative arsimore të cilët ka qenë primare, për shembull, nëse në kohën e revolucionit bërgjes ose në mesjet filozofia ishte primare për edukimin e shoqërisë, për perspektivën e shoqërisë, unë mendoj që sot po është primare dhe komunikimi elektronik, e ky komunikim elektronik po krijon edhe djeg të reja veprimtarisë njerëzore të cilët po e gjën veten, po gjithsesi historia duhet të jetë ideologjia e shtetit. Po, faktikisht, kalojmë tashmë në një lidhje të drejt për drejt në Tiranë. E kemi me ne në këtë lidhje gazetarin Flavio Çarri, i cili na paraqitet nga kryeqyteti shqiptar. Përshëndetje Flavio. Përshëndetje, jam në dalje në fakt kryeqytetit, duke ikë për Vlorë tani, kështu që jam sekond fundit. Nga kryeqyteti modern në kryeqytetin historik. Për të thënë ndryshe, cila është atmosfera që ndihet sot në Tiranë edhe gjithashtu cila është agjenda për shënimin e datës 28 nëntor? Në fakt, Tirana nuk ka qenë ndonjëherë, le të themi, qyteti kryesor i zhvillimit të 28 nëntorit. Tirana ka pas më me qef në kuptimin administrativ 29-ën. Vlora është ajo që ka qenë gjithmonë objekti dhe kryefjala e 28 nëntorit, por kam përshtypjen, le të themi që ka një ndryshim në qasjen e publikut ndaj 28-s, patjetër që nacionalizmi ka ditën e vet sot, por ka gjithashtu edhe një kërkesë nga shqiptarët për të pasur pak më shumë informacion për atë që ka ndodhur vërtet dhe cilët janë vërtet protagonistët e shpalljes së pavarësisë dhe mbi të gjitha fati i vërtet i tyre pas 44-s. Që do të thotë ka një moment që shqiptarët duan të dinë të vërtetën dhe nëse popujt të tjerë kanë nevojë të shpikin legjenda dhe të ngrejnë mite të rreme për të glorifikuar një të shkuar jo dhe aq të lavdishme, fatkeqësisht Shqipëria e ka dhe shqiptaria e ka një të shkuar të lavdishme, të cilën e ka zënë pak pluri. Kështu që për sot do i gëzohemi edhe një 28 nëntori të gjithë bashkë në Vlorë. Ndoshta vitin tjetër do të jemi pak më të ndriçuar dhe iluminuar për të kuptuar se çfarë është vërtet 28 nëntori. Pse thua që vitin e ardhshëm ndoshta do të jemi pak më të ndriçuar? Po se ka aktualisht një lëvizje me shumë njerëz që duan të hedhin dritë, për shembull, fjala vjen ka një ide monopolizimi të festës vetëm mes Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit, por në fakt kontributi i shumë trojeve ka qenë shumë i madh dhe kanë parasysh këtu nga Çamëria, nga Ilirida dhe mëtej dhe në qytete të tjera të përfaqësuara shumë.
është pak e paqartë se çfarë ka ndodhur dhe se si janë përndjekur politikisht të gjithë bavallarët e kombit. Për shembull, është shumë e lehtë të gjesh në Tiranë emra me shok partie të Fatos Nanos apo të Edi Ramës, po është goxha e vështirë të gjesh shkolla apo institucione publike apo rrugë me emrin e firmëtarëve të pavarësisë, dhe kjo është një çmenduri, besoj. Konsideron e çmenduri. Kemi këtu, nuk po dua ta mbyll këtë lidhje me ty Flavio, por po të marrë edhe pak minuta kohë. Kemi këtu edhe historianin faktikisht zotrin Muhadri, që dua ta pyes në lidhje me këtë që deklaroi Flavio, që nuk po bëhet e qartë faktikisht historia kush ishin personazhet kryesore të datave të rëndësishme dhe ata të cilët të shënuan historinë e kombit. Unë mund të them që mund të jetë ndonjë personalitet i cili nuk kanë vënë pas sa duhet, për ndryshe rrjedha apo ngjarja historike e 1913-shit, unë mendoj që protagonistët apo elita që është formuar në atë kohë është e shpjeguar, mirë po kolegu në fjalë pat se meritet nuk po i marrin në mënyrë të barabartë. Ashtu sa kuptova, meritet nuk po i marrin sot në mënyrë të barabartë, sepse po synohet në projekcione të ndryshme favorizuese territoriale, duke i favorizuar disa individ për ka rëndësia jenë ma pak të rëndësishëm në histori, se sa për shembull formim ata të cilët kanë nënshkruar me atë dekretin e pavarësisë shpalljes në Vlorë, mirë sepse domethënë e qartë që në atë kohë domethënë populli shqiptar, elita sa e formuar është mjaft qartë e njohur, rrugtimet e veta. Duhet thënë që elita politike shqiptare në vitet në fillim të shekullit 20 ishte formuar jashtë territoreve shqiptare. Ishte formuar në Stamboll, në Bukuresht, në Itali, sepse aty kemi edhe shoqëritë, kemi edhe botimet e para në gjuhën shqipe në Bukuresht, në shoqata drita, pastaj në Bullgari, dhe pastaj komiteti i famshëm, komiteti apo shoqëria e shkronjave të shtypur shqip në Stamboll, dhe ai komiteti i taksimit vitit 1911, e cila projekton hapat konkrete që duhet të mirrej si popull, edhe ai hap konkret ishte që tani për tani ishte vetëm lufta e armatosur ndaj Prindërisë Osmane, po ka shi edhe synimeve shoveniste apo synimeve të shtetëve si që ishte Serbia, Mali, Greqia, Mali, Zitë, të cilë synonin pushtimin e territorëve. Tani, ka personalitete që mund tjetë nështë në spikam sa duhet, po me gjithë aty duhet pas parasysh që nga njëherë edhe shteti o dheqet nga një ideologji apo sistem politik cilë ka qenë. Kur është komunizmi, është e qartë që sistemi komunist e ka pas një qasje, themi çdo gjë ka krahasu me frytet e revolucionit. Duke kriju ndoshta që den ndonjë figurë më tepër se frytet, ata i kanë thënë frytet e revolucionit nacional shqiptar, edhe kësaj. Po, Flavio, nuk e di nëse ke për të shtuar diçka në lidhje me këtë. Kam përshtypjen se duhet jemi shumë të kujdesshëm kur e relativizojmë komunizmin dhe e fusim në hullit e thjesht një tjetër sistemi politik. Komunizmi në të gjitha format e veta, qoftë ai jugoslav, qoftë ai shqiptar që ishte shqiptar jugoslav, është në fakt tragjedia më e madhe që i ka ndodhur interesave shqiptare në rajon dhe në botë. Është një tragjedi nga e cila ende nuk kemi rekuperuar dhe ndikimi i tyre në qoftë edhe psiqikën tonë apo dhe disponimin e informacionit që kemi aktualisht është ende shumë i ndjeshëm, shumë i prekshëm dhe shumë i rëndë, shumë i gabuar. Ndaj do na duhet një proces i gjatë kohor që brezat e ardhshëm të jenë vërtet e informuar mbi gjitha se kush jemi ne, se çfarë raporti ka Shqipëria me Kosovën, se çfarë ka ndodhur dhe çfarë roli kanë luajtur komunistët, qoftë edhe në zhbërjen e atyre drejtave që gëzonin para asaj që është konsideruar tani më edhe me fakte luftë civile krahas luftës së dytë botërore. Ndaj unë do doja të ishim pak më të kujdesshëm mbi të gjitha për të bërë dy ndarje. E para, unitetin absolut mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës, si në përpjekjen për pavarësi, ashtu edhe në përditshmërinë e jetesës tyre thjesht si shqiptar, dhe mbi të gjitha të ishim tmerrsisht të qartë dhe
didaskalik për mënyrën se si komunizmi është përpjekur t'i zhbëjë gjitha këto fitore natyrale të kombit tonë. Po, Flavio, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Tirana. Shumë faleminderit. Kishim në lidhje të drejt për drejt gazetarin Flavio Qarin, me të cilin diskutuam sa i përket historisë edhe sa i përket shënimit të 28 nëntorit ditën e sotme. Në anën tjetër, zotri Mohadri, a ka rrezik ose a ka ndodhur që ndonjë pjesë e historisë të mbetet në heshtje për të mos thënë që të harrohet apo të shuhet? Po, për shembull, kur thaj kolegu që në kohën e sistemit komunist politik në Shqipëri, po ka qenë pjesë të anatemura, të anatemura, sikur që kanë qenë me arsye të veta, ata i kanë disa arsye, sa mund të elaborojmë në çështje tjetër, po për shembull figura, themi, Homeri shqiptar, që ishte pa marrë një figurë eklatante, Gjergjfishta ka qenë ndaluar leximi i veprave dhe mësimi i Gjergjfishtës. Por dhe në kuptimin historik, për shembull, Mitat Frashi. Po sa i përket figurave të cilët kanë atribute, themi e kanë merita se përket shpalljes së pavarësisë Shqipërisë. Dihen sot të gjitha figurat, a janë në qendër të vëmendjes të gjitha figurat të cilat ishin të rëndësishme gjatë asaj periudhe? E kështu. Në shpalljen e pavarësisë, ditën e shpalljes së pavarësisë ka qenë 42 delegat. 40 në shtunë, 2 orë. Nuk dihet arsye pse në shtunë. Se kuvendi ka filluar me 28 nëntor dhe ka përfunduar me 40 orë. Qeveria parë që është dalë nga Ismail Qemali ka qenë kundërshtuese, sepse nuk ka qenë përfaqësuese e religionit. Domethënë është ataku për shkak mos përfaqësimit të religionit. Pastaj me 40 orë është dalë qeveri përfundimtare, Lefnosi, Mifti Libova, Lyç Gorakuqi, Ismail Qemali, Mehmet Pashdralla i forcave ushtarake, pra kemi një shtrirje. Dralla ishte nga Dibër, nga Maqedonia, kemi një shtrirje dhe gjeografike edhe konfeksionale. Ismail Qemali ishte ministri i punës jashtme edhe i kryeministër, pastaj Vebi Dibra kishte marrë pleqësinë, se ishte qeveria, tash i kishte bë pleqësia apo kuvendi kishte shpall Vebi Dibrën kishte shpallur, si kryetare ishte pleqësi me 4 vjet nëse nuk gaboj, dhe kësaj kur themi të shpallja e pavarësisë si pika kulminante e historisë shqiptare, unë mendoj që asnjë historian dhe asnjë sistem politik nuk mendoj që ka pas një qasje nguruese apo mos hulumtuese apo diçka tjetër. Faktikisht janë gjithmonë 3-4 figurat kyçe kur e përmendet që kanë qenë diku 40 delegat, po dihet që nuk është historia vetëm në momentin e shpalljes. Deri në momentin e shpalljes ka qenë një punë, ka qenë një rrugë. Kjo faktikisht sa dihet edhe sa u japet të rëndësi të gjithë atyre që kontribuan gjatë kësaj rruge. Shpallja e pavarësisë Kosovës i ka 30.000 dëvranë shqiptar. 30.000 shqiptar. Edhe ata shqiptar kanë udhëhec. Udhëhec ishte Isa Bulitini, në Malzi ishte Don Luli, që është ai që ka ngritë edhe flamurin në Deçiç atje në Malzi. Luftët ishin të jashtëzakonshme. Domethënë, në vitin 1919 është kryengritja shqiptare, e cila është pason edhe memorandumi. Domethënë, si pasojë sukseseve të luftës armatose shqiptare, kemi dialog me Perëndrinë Osmane, kemi dialog, kemi arritur që të bëjmë dialog apo të bëjmë palë biseduese, edhe është ai memorandumi i Gërçës, që thirret 14 pikat e Hasa-Prishtinës, dhe ato pika synonin që do të thotë ishte një autonomi politike në kuadër Perëndrisë Osmane, kësaj mundsonin rrethanet. Në vetë deklaratën e pavarësisë themi nuk e kemi trujt origjinal. Kemi në historinë, duhet thënë që në historinë mësojmë nga arkivat e huaja, jo shumë nga arkivat, nga shënimet tona. Eçrem Vejvlora, për shembull, nëse mësojmë shkrimet e Eçrem Vejvlorës janë mjaft kritike. Mjaft kritike për faktin që ai atakon edhe Ismail Qemalin, si ishte në parlament të Shqipërisë, sepse para lëvizjes së Ismail Qemalit, për shembull kemi Surja Vejvlorën, i cili ky kishte bërë përpjekje, edhe këto
e kemi të mësuar. Sëria Vevlora kishte ardhur në Kosovë dhe në Maqedoni për të mbledhur delegat, edhe ishin ardhur delegat dekretin e Dorës për ta bërë dhe ata shpalljen e pavarësisë. Por dhe ishte pak para nëntorit, ishte 1 muaj 2 para nëntorit, vinderi në Durrës, edhe aty ka një pikpamje të ndryshme, a do të shpallet në Durrës apo do të shpallet në Vlorë, dështon Sëria Vevlora, ishte i birë i Eqrem Vevlorës, dhe kësaj tani personalitetet. Mehmet Pashdralla, për shembull, është një personalitet që tani për të ka libër. Më zgabosha profesor Zikriar Rëgjepi, nëse din Maqedoni ka libra. Ismail Qimali jashtë është i studiuar. Veprimtaria Hasan Prishtinës është. Unë do të them që ne sa më shumë kemi dokumente edhe bëhet historia. Po fakti që për personalitetet të shumta, se edhe ushtria ka raportet e veta ushtarake, ka toqet, ka udhëheca mbi udhëheca, edhe është shumë e rëndësishme t'i dinim edhe ata, po shumë edhe nga ata e dinim, për shembull luftën e Lumës, në vitin 1913 e kemi Lumën, i kemi edhe njerëz që sot edhe janë nëpër të janë në Kang, që janë bo. Po, zotri Mohadri, faleminderit shumë për këtë bisedë në Rreth e Rrotull. Faleminderit për ftesën, edhe herë urojmë ditën e madhe historike të kombit shqiptar, sepse nga ajo ditë kemi mundësuar që të jemi shqiptar edhe të bëhemi edhe më të fortë si shqiptar. Shumë faleminderit, kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë të Rreth e Rrotull. Shkëputemi për pak minuta marketing.